Në palestën e sporteve Karagaçi të dielën në javën e ardhshme do të zhvillohet boks meçi i parë profesional në Pej, ku do të takohet bokseri pejan Shpëtim Shala dhe bokseri slovak Mihail Tonko. Rreth rrjedhës së përgatitjeve të bokserit ton, mëngjesisht do të informohemi nga kronika që kemi realizuar e që ne vim do t'ju prezantojmë. Në organizim të Federatës Profesionale të Boksit të Kosovës, të dielën në javën e ardhshme, bokseri profesional Shpëtim Shala do të ketë ballavaqimin e parë profesional këtu në Pej, ku do të përballet me slovakun Mihail Tonko. Përgatitjet për këtë meç të rëndësishëm dhe historik për boksin pejan, Shpëtimi po realizon në palestën e boksit të ish legjendës së boksit ton Zjadin Ramës, i cili edhe po i drejton përgatitjet e shpëtimit para ballafaqimit me Tonkon, që do të zhvillohet në palestën e sporteve Karagaçi me datën 28 mars. Shala është shprehur i kënaqur me rrjedhën e përgatitjeve dhe me atë që ka realizuar deri më tani, dhe bazuar në informacionet që ka për rivalin e vet, me të cilin është ballafaquar edhe më herët, ka përcaktuar edhe strategjinë me të cilin do të paraqitet në këtë përballje. Shpëtimi jeni në një fazë shumë të rëndësishme të përgatitjeve para meçit të parë profesional që do të mbahet në historinë e boksit në Pej. Do të keni përballë slovakun Mihail Tonko. Çfarë prisni nga ky meç dhe a jeni të kënaqur me nivelin e përgatitjeve që keni realizuar deri më tash? Sa i përket onës përgatitur për ndeshje, jam shumë i kënaqur. Ka 4 javë që po stëvina intensivisht 2 renditje. Po bëjmë punë shumë mirë me trenerin Zjadin Ramën. Unë kam dikon rreth 11 muaj që kam bërë një pauzë, do të thotë në kam paraqit në ring. Kjo është një pauzë goxha e gjatë për një bokser, mirë po gjithkohon kam qenë në vazhdimsi, kam qenë në përgatitje. Kështu që nuk besoj se do të jem larg formës time të cilën e kam pasur në ndeshjen time të fundit. Kundërshtar është një bokser i fortë nga Slovakia dhe pres një meç shumë vështirë. Ju përgjithësi keni informacione për rivalin tuaj, me qenë se keni pas edhe ballafaqime të mëhershme. Sipas bindjeve tuaja, cilat janë anë pozitive ose anë më të forta që do të ketë ai në ballafaqim me ju? Po, është e vërtetë, kam boksuar vitin 2008 kundër Mihail Tomkos në Austri. Ka qenë ndeshja ime e dytë si profesionist. Në atë meç kam arritur me fitu meçin me Poena, me një përgjithësi të vogël. Mihail Tomko është një bokser luftarak, bokser i cili ma shumë përpara. Nuk do të thoya që ka ndonjë përparësi të theksuar ndaj meje, sepse unë ndi vetë që jam bokser më i mirë. Përmendët disa prej përparësive që ka rivali juaj, po ju ku do ta bazoni strategjinë e luftës suaj kundër tij? Unë për dallim nga ndeshja e parë do ta ndryshoj pak strategjinë time, sepse në ndeshje kam leju presion. Do thotë ai kam leju që më dhësh presion mua. Tash sigurisht, do të thotë desha kaluar. Tani iniciativën do ta marrën që nga minuta parë, sepse jam i përgatitur shumë më mirë se mesin e kaluar to, dhe do të mundohem ta vënë presion gjatë gjithë mesit. Këto janë disa prej elementeve strategjike që do t'i keni në përballje me të, sipas informacioneve që keni, çfarë do të jetë përcaktuese për fituesin e këtij meçi të rëndësishëm? Përcaktuese besoj që është puna ime me mençur, sepse është një bokser luftarak, i cili shkon me goditjet në luftë hapur, do thotë i pëlqen lufta hapur. Unë nga ana ime duhet të jem shumë i kujdesshëm, boksojnë teknik, ashtu siç edhe kam përgatitur një teknikë të posaçme për ndeshje, dhe besoj që teknika ime më e mirë ndaj kundërshtarit do të jetë përcaktuese këtë ndeshje, edhe shpejtësia gjithsesi. Bazuar në aktivitetet që ndërmarrin nga organizatorët e këtij meçi profesional, pritet që çdo gjë të jetë e gatshme dhe në nivelin e duhur të organizimit për këtë ballafaqim të rëndësishëm, ku veç 2 meçeve profesionale do të ketë edhe meçe të tjera ku do të ballafaqohen bokserët amator. Kështu pas një kohe shumë të gjatë, pritet që në palestën e sporteve Karagaçi të prezantohet boks cilësor, ku edhe pritet të ketë numër më të madh dashamirëve të boksit. Pra jemi para këtij meçi të rëndësishëm, cilat janë aktivitetet që na presin gjatë ditëve të ardhshme deri tek meçi, kur pritet të vijë rivali juaj, kur do të jetë gjyqtar dhe kur do të vinë gjyqtarët? Rivali do të vinë një ditë para meçit, do të vinë ditën e shtunë, do të thotë me datën 27. Unë tani vetëm kam filluar me ul intensitetin e stërvitjeve, sepse kemi 4 javë që bëjmë stërvitje 2 herë në ditë. Tani më shumë koncentrohena nga anën psiqike, po arrim me marrë peshën dhe formën këto ditë me ul stërvitjen. Gjyqtarët e ndeshjes do të jenë nga Kosova, përveç një mysafiri që do të vijë nga Slovakia. Do thotë kemi një gjyqtar të licencuar slovak që do të
do të jetë gjithashtu në mbrëmje. Po përmendim disa prej segmenteve të rëndësishme, në përgjithësi janë bërë gjitha paraprogatimet sipas bindjeve tuaja që ky meç të rrjedhë ashtu siç presim të rrjedhë mirë dhe meçet e tjera që do të kemi para këtij meçit më të rëndësishëm, pra këtij meçi profesional. Po, besoj se përgatitjet janë netësëri janë duke ecur në rregull. Unë personalisht e falenderoj organizatorin e këtij meçi dhe njëkohësisht menaxherin tim zotrin Nexmetin Zekën. O ka bën një punë të palashme edhe një diçka që nuk ka ndodhur më parë në qytetin e Pes. Do thotë, është një rëndësi e veçantë sepse datën e 28 do të jetë meçi i parë profesionist i zhvilluar ndonjëherë në qytetin e Pes. Unë jam protagonisti kryesor i kësaj mbrëmje, jam shumë mirënjohës për këtë organizim, jam shumë falendërues. Përgatitjet po ecin si mirë, siç thash. Jam planifikuar të boksojnë disa bokserë të PS-tu, disa bokserë të rinë e boksin amator. I kemi disa talent shumë të mirë, besoj se do ta tregojmë veten. Gjithashtu në program është edhe një meç profesionist para me, bokseri nga Prishtina, Xhavid Vosoka, do të ndeshet gjithashtu me një slovak. Ndërsa meçi kryesor i mbrëmjes jam unë. Në përgjithësi gjitha paraprogatimet janë bërë për një prezantim të suksesshëm. Na mbetet edhe një porosie juaj për dashamirë të shumë të boksit në Pejë dhe në Kosovë, cila do të ishte porosia juaj para këtij meçi të rëndësishëm. Porosia ime do të ishte që të vinë të më përkrojnë apo na përkrojnë të gjithëve. Sepse duke pas rëndësinë, siç e theka më herë, tek këtij organizimi, është hera parë që në Pejë organizohet boks profesionist. Të themi drejtën, nuk është edhe shumë e lehtë për me arrit nivelin e profesionalizmit në boks. Unë këta kom arrit me punë dhe me disiplinë shumë të madhe që e kom pas. Shpresoj që publika do të vijë, do të më përkra. Unë nga ana ime garantoj se do të jap maksimumin që të bëj një spektakël. Pritet që boks meçi Shala Tonko të prezantojë nivel të lartë të boksit që do të përshkohet me rivalitet të theksuar dhe kështu të bëhet një hap historik në rikthimin e boksit kosovar në nivelet më të larta të Evropës dhe të botës.